Teksa Shqipëria përgatitet për zgjedhjet e 11 majit, vendi gjendet në një udhkryq politik, historik dhe moral të paprecedent. Mbi 3 dekada pas rënies së regjimit komunist, Shqipëria vazhdon të jetë pengi të njëjtave figura politike dhe i praktikave korruptive e kriminale që e kanë mbajtur në vend numëro që nga fillimi i tranzicionit. Ndryshe nga fqinjët dhe pjesa më e madhe e ish bllokut lindor, Shqipëria mbetet ende e dominuar nga figura që jo vetëm nuk kanë sjellë zhvillim, por janë bërë simbol i korrupsionit të hapur, kapjes së institucioneve nga krimi dhe degradimi të demokracisë. Në zgjedhjet e ardhshme, shqiptarët do të jenë të detyruar sërish të zgjedhin mes Sali Berishës dhe Edi Ramës. Berisha, që e nisi karrierën politike si sekretar partie me ëndrrën për t'i dhënë dorën Enver Hoxhës, vetet simboli politikës së korrupsionit të lartë, i skandaleve të shumta dhe konflikteve që kanë shkatruar stabilitetin dhe integritetin e vendit. Në krahun tjetër, Rama, një pinjoll i regjimit të vjetër komunist, i njohur për arrogancën dhe praktikën e kapjes së shtetit, është kthyer në sinonim të aleancës së errët mes pushtetit dhe krimit të organizuar. Kapja e shtetit nga krimi, korrupsioni sistematik në tenderat publik, manipulimi i sistemit të drejtësisë dhe varfërimi i qytetarëve janë realitete që e bëjnë zgjedhjen e 11 majit një moment kritik. Shqipëria nuk mund të vazhdojë të ushqehet me gjellën e qemve që gatuhet në kuzhinat e ndyra të Katowicës, ku prej më shumë se 3 dekadash, marrëveshjet e fshehta dhe kompromiset e ndyra politike mbajnë në jetë elitën e vjetër. Katowica, një metaforë e errët për marrëveshjet dhe konsensusin e fshehtë mes elitave politike të vjetra komuniste dhe postkomuniste, mbetet burimi i stagnacionit politik dhe ekonomik në Shqipëri. Është e qartë se ndryshimi real nuk mund të vijë duke ricikluar këto figura dhe këto praktika. Në këto kushte, nevoja për një lëvizje transversale në politik është më urgjente se kurrë. Shqipëria si duhet një front i gjerë politik dhe qytetar që synon pastrimin e vendit nga këto elita të vjetra, krimin e një klase politike të re dhe vendosjen e bazave të një demokracie funksionale, transparente dhe të përgjegjshme. Vetëm kështu, vendi do të mund të shkëputet përfundimisht nga zinxhiri i tranzicionit të pafundëm dhe të ndërtojë një të ardhme dinjitoze për gjithë qytetarët e tij.